Kanë hyrë në fuqi tarifat për kalimin nga tuneli Llogoras. Sipas udhëzimit të publikuar në fletoren zyrtare, pagesa do të nisin nga 100 lek për motocikletat dhe maksimumi do të jetë 5.000 lek për mjetet e tonazhit të rënd. Për autovetura tarifa është vendosur në 250 lek ose 500 lek vajtjeardhje. Po ashtu në udhëzim, është caktuar se kalimi për mjetet e policisë, zjarfikses, ushtrisë, ambulancave si dhe për individët do të jetë falas. Pra tarifat zyrtare për kalimin në tunelin e Llogoras do të jenë këto: 100 lek mjetet motorike me karakteristika motociklete, motociklet me 3 rrota, si dhe 4 ciklet, 250 lek për mjetet motorike, makina pasagjerësh, automjetet e lehta shpërndarjeje, 500 lek mjetet motorike, makina pasagjerësh me rimorkjo ose karavan, automjetet e lehta shpërndarjeje me rimorkjo ose karavan, 1000 lek për mjetet motorike përfshirë autobus, kamion dhe mjetet të ngjashme me rimorkjo, 5.000 lek për mjetet motorike përfshirë autobus dhe kamione me shumë rimorkjo. Për këto tarifa ka reaguar dhe kryetaria e Partisë Demokratike të Vlorës, Nada Meçorapaj. Në një postim në rrjetet sociale, ajo thotë se po përballemi me një tjetër goditje arbitrare nga një pushtet që nuk ngopet duke zhvatur xhepat e shqiptarëve pa asnjë konsultim publik. Në mënyrë të fshehtë dhe në kulmin e sezonit turistik, u vendosën tarifat e reja të kalimit në tunelin e Llogoras. Kjo nuk është thjesht një taks më shumë, ky është një akt i mirëfill zhvatjeje ndaj çdo familje vlonjate, çdo biznesi të vogël dhe çdo turisti i cili zgjedh qytetin ton, thot ndër të tjera Meçorapaj.